Elidon, të përshëndes, çfarë ke mundur të mësosh? Kasandra Mirdita, dhe gjatë 24 orëve të fundit nga Komisariati i Gjirokastës është bërë e mundur shoqërimi 16 personave që të gjitha punonjës pranë OSH Gjirokastër pas një urdhri të nxjerrë nga prokuroria e qytetit të Gjirokastër, si prej disa muajsh me radhë kanë mbajtur në survejim punën e këtyre punonjësve të cilët janë shoqëruar tashmë në Komisariatin e Gjirokastës dhe po japin deponimet e tyre dhe të presim edhe një komunikat zyrtare nga Komisariati, nga Policia Vendore e Gjirokastës për atë çfarë do të zbardhet apo do të rasti konkret vendimi që do të merret në bashkëpunim edhe me prokurorinë e Gjirokastës. Më është pohuar nga burime të mia konfidenciale që mes personave të shoqëruar janë të gjithë sektorëve, duke filluar që nga teknikët, që nga faturistët, shef IT-e, drejtues të grupeve të punës edhe kështu me radhë. Momentalisht kemi të pakun 5 masa arrest me burg, 5 të tjerë janë me arrest shtëpie dhe pjesa tjetër deri në këto momente detyrim paraqitje, por do të shohim edhe në vijimësi se si do të shkojnë seancat që po kryen pranë gjykatës edhe prokurorisë së rrethit të Gjirokastës. Pritet që nga momenti në moment të kemi edhe një komunikat zyrtare mbi atë çfarë këta persona akuzohen konkretisht dhe sigurisht do të kemi edhe emrat e zbardhur të këtyre personave që tashmë janë ndaluar nga Drejtoria Vendore e Policisë së Gjirokastës për deri në këto momente akuza është përdorim detyre. Pra, deri më tani dyshimet janë për veprën penale të shpërdorimit të detyrës për gjithë punonjësit e OSH-s? Për të 16 persona deri në këto momente, pra siç e thash presim në komunikatën zyrtare, dyshohet se janë shoqëruar për shpërdorim detyre. Faleminderit Elidon për raportimin e drejt për drejt